Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me porositë që profeti sallallahu alaihi wasallam i dha sahabiut të nderuar Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, që njihen ndryshe si porositë Ghifarite, të cilat ja ka drejtuar mbar ummetit tij, dhe kjo për të treguar se si ndërtohet identiteti dhe karakteri i fortë i njeriu, i besimtarit në veçanti. E vazhdon porosinë e tij profeti sallallahu alaihi wasallam, porosia e cila ishte para kësaj: "Wa amarani an aqula al-haqqa walau kana murra", më ka urdhëruar, më ka porositur që ta them të vërtetën edhe nëse është e hidhur. E vazhdon i dërguar i Zotit alaihi salatu wasalam dhe thotë: "Wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laim", dhe më ka urdhëruar që veprën të cilën e bëj për hir të Allahut mos i friksohem qërtimit të askujt. Mos i friksohem qërtimit të askujt për ato që e bëj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të dyja këto të cilat shkojnë me njëra tjetrën, domethënë përgjegjësia e madhe e tyre bjen mbi njerëzit e dijes. Ta thonë të vërtetën edhe nëse është e hidhur, por kur ajo tingëllon e hidhur për shoqërinë apo për një pozicion të caktuar, të zgjedhë metodën e butë, ama të thojë të vërtetën, dhe e dyta, ato të cilën e vepron apo e thotë në emër të Allahut subhanahu wa taala, të mos i friksohet qërtimit të askujt. Thotë i nderuar Imam Shafiu rahimahullah, kush mendon se njerëzit nuk do ta përflasin për veprimet, për qëndrimet, për fjalët e tij, qoftë dhe për heshtjen e tij, le ta di se është i çmendur. Njerëzit kanë folur për Zotin. Zoti thotë: "Unë jam një, nuk kam lindur prej kujt, askush nuk është lindur prej meje, gjithçka veç Zotit është krijesë." Ndërsa njerëzit e kanë cilësuar se Zoti ka bija, se Zoti ka një jetë e cila i përngjason jetës së njeriu. Njerëzit kanë folur për profetin alayhi salam, ata të cilët jetonin kohën e tij, të cilët e kishin njohur sinqeritetin e tij, të cilët e kishin jetuar bujarin, fisnikrin e këtij njeriu, sërish folën për ta. Thanë: "Ky është gënjeshtar, ky është magjistar", e epitete të ndryshme të cilat nuk i besonin as në vetveten e tyre. Por ja që folën, ndaj dhe Imam Shafiu thotë, ai i cili, pra, kjo është ftesë prej profetit alayhi salatu wassalam, e qartësuar në fjalët e këtij kolosi, jeto për Zotin dhe mos u merr me qortimet e të tjerëve se çfarë qortimesh mund të kenë ndaj teje, për sa kohë që qëndrimet e tua janë për hir të Allahut dhe në vetveten tënde ti gëzon sinqeritet. Nëse nuk i servilose shkujt, nëse nuk tregon hipokrizi ndaj dikujt, nëse prioritetet e tua janë kënaqësia e Allahut dhe vetëm kënaqësia e Allahut, të mos lëndojnë as pak qortimet dhe fjalët që njerëzit mund të lëshojnë ndaj teje. Ashtu siç ka thënë Imam Hasan al-Basri rahimahullah, një hajër të cilin ta ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Kur e tha këtë, kur dikush i thot filani të përgojon të përfol, apo ndoshta edhe shpif ndaj teje, sepse ai i cili ka këtë cilësi të përgojimit, të thashëthemeve, nuk është shumë e çuditshme që ai të ketë edhe cilësinë e shpifjes, nuk ka çfarë ta pengojë dhe ta ndalojë, sepse ai i cili nuk tregon frikë ndaj Allahut në këto gjëra, të cilat shkaktojnë dënim të madh, shkatërrojnë veprën tënde, nuk do ta ketë frikë, domethënë edhe në pjesën tjetër, domethënë është prioritar për ta shkatruar. Kur dikush i tha filani të ka përgojuar, tha shejtani u përpoq të qëllonte në shenjë, po nuk ja doli, ndërsa ti duke mësjell mendimet e të tjerëve, fjalët e tyre e sollën shigjetën e tij në shenjë. Ndaj i bëri një dhuratë, një pjatë me hurmë arabie, i habitur personin fjalë shkon dhe viziton, duke i thënë: "Kush është arsye e dhuratës?" Tha: "Sepse kam dëgjuar
pra më kanë mbritur lajmet sigurta që ti më dhuron të mirat e tua, ndërkohë që unë flej gjumë në shtëpinë time, ndaj dëshiroj të të mbaj mirë. Dhe sikur të kisha diçka më të mirë nga kjo, ti jesh I bindur se do të ta kisha dhënë. Të nderuarit e mi, profeti alayhi salam, si përfaqësuesi I Zotit xhel xhelalu, përfaqësuesi I fundit I tij në rang profetësh, nëpërmjet kësaj porosie dhe shumë të tjerave, patjetër na mëson se si duhet të jetë sinqeriteti I besimtarit, sinqeritet me Zotin, që çdo gjë ta bëjë në emër të Allahut. Ta jetoj çdo moment, po ta jetoj në emër të Allahut. Tregon një nxënës I Imam Sufjan al-Thauri rahimahullah, dhe thot, një ditë prej ditësh vizitoj hoxhën tim, siç e kisha zakon për të shkuar për të mësuar prej tij, thot dhe e gjeta duke ngrënë. Më ftoi dhe më tha bujrum, të ham së bashku. Dhe mbeta I habitur, pra nuk po reagoja, as nuk po I përgjigjesha dhe as nuk po refuzoja. Më tha, a nuk je I uritur? Pra ishe kohë dreke. Ka shumë njerëz të më thënë që bujrum, jo kam ngrënë. Pse paraprim ato kam ngrënë? Më mirë thuaj, nuk dua, domethënë. Pra mos thuaj kam ngrënë. Ndoshta për të dalë nga situata, edhe ai s'ka ngrënë fare, po jo kam ngrënë, faleminderit, po kam ngrënë. Jo, I thash nuk kam ngrënë, po tha po përse po habitesh? I thash sepse të kam vizituar shumë herë të tjera dhe shumë herë të kam gjetur duke ngrënë, por nuk më ke ftuar. Pra çfarë të nxiti sot? Sepse sot e ndjeva me zemër tha për të ftuar për hir të Allahut. Pra nuk mund të bëj një vepër të cilën nuk e ndjej. Dhe Islami të nderuarit e mi të fton në gjithçka, qoftë fjalë, qoftë vepër, qoftë qëndrim, qoftë afrimitet apo qoftë largim, me të synosh Allahun subhanahu wa taala dhe të kesh për qëllim rizan kënaqësinë të madhe të Allahut. Nëse me këtë ti synon kënaqësinë e Allahut xhel xhelalu ja ke dalë. Nëse do të rish të mendosh rreth qortimit të njerëzve, nuk do të bësh gjë tjetër vetëm se do I hapësh një derë shejtanit, nga ku mund të depërtojë drejt teje me lehtësinë më të madhe. Prej nesh lipse të jetojmë çdo moment, çdo qëndrim, çdo fjalë vetëm në emër të Allahut subhanahu wa taala. Abdurrahman al-Auzai rahimahullah është një ndër dietarë të mëdhenj të fesë tonë islami, I cili ka ndruar jetë në vitin 157 të Hijretit në Beirut, për cilin dietarë të mëdhenj të islamit ndërtoi Imam Dhahabiu rahimahullah ka thënë, kur ta vërtetoni se një vepër e ka bërë Abdurrahman al-Auzai, dijeni se është sunet edhe nëse nuk dini ndonjë hadith të profetit alayhis salam rreth saj. Kjo si për treguar se çfarë garancie ishte emri I këtij personi. Pra si Imam Ahmedi më vonë, sepse ai është më para Imam Ahmedit, si Imam Ahmedi më vonë dhe ai në kohën e tij ishte e njëjta gjë. Kur Abasitët morën pushtetin dhe kryen atë çfarë deshën të bënin për pushtetin e tyre, gjithmonë ka patur vrasje, ka patur masakra. Zoti I fal të gjithë dhe të gjithë ata të cilët janë ke Zoti e kanë llogarinë me Zotin e gjithësisë. Një person I quajtur Abdullah Sefah ose Gjakatari, kur shkon në Damask, bën dhe disa veprime të cilat nuk I kishin hije një muslimani, që tregoi mizërinë e tij. Ndër të tjera kërkonte besën e gjithë figurave kryesore publike, pra dietarëve, ndaj dhe thashë ky hadith më shumë I ka të bëjë domethënë me njerëzit e dijes. Dhe pasi shkojnë duke I dhënë besën, pra duke I dhënë premtimin se do t'i përmbahen drejtimit të tyre për sa kohë që nuk kundërshtojnë Allahun dhe traditën e profetit alayhis salatu wassalam, pra kjo është parimisht. Pyet dhe thot, a ka mbetur ndonjë figurë publike e cila nuk e ka bërë këtë veprim, beslidhjen? I thanë vetëm një person, një figurë e shuar, Abdurrahman al-Auzai. Dërgojeni, tha, të vi. Dhe kur të dërgonte ky person, e dinin që të kish dërguar fjalë për të ekzekutuar.
Ndaj dhe imami ynë thot merr gusul, poshtë rrobave vesh qefinat, poshtë rrobave ti vesh qefinat, pra bëhet gati, dhe thot kur shkon, i kish bërë jo një pritje madhështore, por i kish bërë një pritje çnjerëzore, sepse synonte domethënë ta friksonte në maksimum. Thot i kish rreshtuar domethënë ushtarët, ushtrinë në të dy anët me shpatë në dorë, dhe pas vetes kish zgjedhur ku ishin më viganët, më shtatlartët. Derisa mbrin hoxha dhe përshëndet, thot ati Abdurrahman el-Auzai, thot po, unë jam. Thot duhet të bëj një pyetje, dhe pyetja ishte thjesht për të patur një motiv për ekzekutimin e tij. Pyetja ime thot është, këtë veprim që ne kemi bërë duke sekuestruar pronët e paraardhësve tanë në pushtet, duke uzurpuar gjithçka, është veprim i drejtë apo i gabuar? Thotë u mendua pak dhe tha, nëse ata paraardhësit tuaj, pasuritë e tyre i kanë pas halal, nuk mund të bëhen halal për ju, pra mbeten në statusin që pasuria e tjetrit ose ajo çfarë posedon tjetri është haram. Dhe nuk mund bëhet halal për ty. Por nëse ata i kanë patur haram, sërish nuk mund bëhet halal për ty. Kështu që dha një përgjigje diplomatike ku ai nuk mund të replikonte më. Pasi e pa me vëmendje, me përkushtim, i tha: Allahu mos e lash këtë ummet pa njerëz si puna jote. Pra si puna jote sepse e tha hakun, e tha të vërtetën, por e tha në një formë që mbrojti dhe veten e tij, jo me naivitet. Kur u largua, thot hoxha, thot, kthehesha dhe shikoja se mos vallë më dërgon ndonjë ushtar për të më vrarë. Dhe pasi u largova mjaftueshëm, thot, më erdhi me të vërtetë, thot, një kalor, ose aty rashën shahadet, sepse mendova domethënë se do më vras, por pasi më thriti tha, Abdullahu domethënë princi të dërgon këtë qese me flori si dhuratë dhe shenjë mirënjohje për personalitetin tënd. Deri në ditë thot kurr nuk kisha marrë gjë prej kujt, dhe është quar në jetën e këtij ky personi, ky njeri, ky personalitet, se nuk ja ka shtrirë dorën kujt dhe nuk ka pranuar të mira prej kujt, aq më tepër nëse bëhet fjalë për pushtetarët. Thot, ndërsa aty e mora, por Zotin e kam dëshmitar se para se të arrija në shtëpi i pata shpërndar të gjitha, nuk çova asgjë në shtëpinë time. Kur ky vdiq, rastësisht Abdullahu viziton Beirutin dhe thotë, e din dikush, e din ndonjëri prej jush varrin e Abdurrahman el-Auzai? I thon po. Thot atëherë më shoqëroni tek varri dhe largohuni. Thot shoqëruesi i tij, thot e kam dëgjuar nga larg sepse heshtja ose qetësia e varrezës duke folur, pra duke i folur varrit, po në realitet po i fliste vetes tij, pra, i fliste vetes tij, po shprehet shqetësimin duke i thënë, kur në jetën time nuk jam friksuar prej ndokujt. Pra nuk e kam parë se sa trup vigan mund të jetë, se sa i fortë, se sa i fuqishëm, kur nuk jam friksuar. I vetmi njeri të cilin e kam patur frikë, ke qenë ti. Sepse kur të shikoja, autoriteti, domethënë, që përcillte atë autoritetin e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala, e faktit që e thonte të vërtetën, pa u menduar rreth qortimit apo pasojave, por duke përdorur në të njëjtën kohë vigjilencën me të cilën duhet të karakterizohet besimtari, thotë ndërsa ty të kam patur frikë. Të nderuarit e mi, mendimet e njerëzve nuk duhet të kenë shumë rëndësi për besimtarin. Gjykimi dhe rizaja e Zotit është ajo që duhet të jetë derti jonë. Dhe kur të jetosh me këtë dert, atëherë je në rrugën e duhur. Mirë po këtë gjë duhet ja ushqesh veten në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj dhe dietari Imam Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah ka thënë, çështja e niyetit, pra që ta bëjsh diçka në emër të Allahut, është gjëja që kam vuajtur më së shumti në jetën time.
Për 20 vite me radhë jam marrë ta kuroj këtë pjesë, sepse gjatë rrugës pra bënim një jetë, synonim mëshirën e Allahut ose kënaqësinë e Allahut, mirë po të prishte një jetë i rrugës, ndaj ajo që vepronim është që sërish e bënim një jetë dhe një herë tjetër për hir të Allahut. Pra nuk vazhdonim në rrugën e gabuar sepse të prish një jetë i rrugës. Ndaj vetja, nefsi, shpirti kërkon t'ja përkujtosh në mënyrë të vazhdueshme dhe është përkujtuesi më i mirë vetja jote. Njeriu ka nevojë t'i flasë vetes, por t'i flasë me këshillat të cilat janë dhënë nga Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin të na bëjë prej punë mirëve, prej punë drejtëve, prej atyre të cilët ecin rrugës së Allahut sa janë gjallë dhe bashkohen me profetin e tyre në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Në një fjalë të tij profeti i dashur na drejtohet dhe thotë se shembulli i njerëzve në jetën e kësaj bote është si shembulli i një grup njerëzish të cilët zgjedhin të udhtojnë gjithë bashku të lundrojnë në det me një anije ku një pjesë i qëllon të qëndrojnë në pjesën e lartme të anijes, pra prishësia, kryesia dhe të cilët drejtojnë, dhe një pjesë të qëndrojnë në pjesën e poshtme. Kur këta të cilët qëndrojnë në pjesën e sipërme të anijes, i merr ajo egoja e tyre personale, domethënë, egoja e frikshme e njeriut, babëzia e njeriut, paudhësia e njeriut, likësia e tij, duke mos njohur asnjë kufi, i ndalojnë këta të cilët ndodhen poshtë nga ngjitja lart për të mbushur ujë, pra kanë nevojat e tyre, pra nevojat e jetesës. Dhe këta të cilët ndodhen poshtë gjejnë një zgjedhje që është të shkallmojnë një pjesë të poshtme të anijes për të mbushur ujë nga aty, meqense këta lart nuk i lejojnë. Dhe këta të cilët thotë janë lart, nëse do ta lejojnë një veprim të tillë, do fundosen që të gjithë së bashku. Të nderuarit e mi, ne jetojmë në një botë ku lundrojmë në të mirët dhe në të ligat e kësaj bote, sepse nuk jetojmë të vetëm. Të këqija të cilët mund të jenë të tjerë shkaktar na kaplojnë dhe neve. Ashtu siç profeti alayhis salatu wassalam përshkruan se një grup ose një karvan është nisur thot për të shkatruar, për të rënuar Ka'ben. Pra ja ka thënë këtë Aishës, zonës së nderuar Aishës radhiyallahu anha, thot dhe fundoset i gjithë karvani. E pyet Aisha radhiyallahu anha dhe i thotë i dërguari i Zotit, në mesin e tyre është dhe ai i cili nuk ka këtë qëllim, nuk ka këtë synim, por ka qëlluar në këtë karvan, të gjithë në këtë anije. Thot gjithse i cili do të ringjallet me atë që ka pasur në jetë. Ama ky dënimi, ky ndëshkimi do t'i kapi, do t'i përjetoj të gjithë. Kur mos mendo se duke thënë unë jam mirë dhe nuk më intereson fqinjin, të afërmin, të njohurin, të panjohurin, njeriu me cilin ti ndan këtë anije, në qëndrimin në këtë anije, kur mos u justifiko me faktin se ti je mirë, ti nuk je kur mirë. Ti je mirë i nderuar im kur të gjithë të jenë mirë. Ti je mirë i nderuar im ku të vërtetohet fjala e profetit alayhis salam se do të udhtoj femra nga ky vend deri në atë vend, duke mos pasur frikë vetëm se Allahun dhe egërsirat, ama jo njerëzit. Ti do të jesh mirë ditën kur të kërkosh të japësh zekatin dhe të mos jesh nevojtar për ta marrë atë. Ti do të jesh mirë në ditën ku prezenca jote
dhe prezenca e tjetrit do të jetë qetësi, prehje për të gjitha krijesat. Ti do të jesh mirë ku pallati ku ti banon, të jeni që të gjithë në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të garoni, ti do të jesh mirë kur të garosh se kush ta zej safin e parë. Jo realiteti jon sot, ku xhamia ka një derë apo dy dyert, të jeni të bindur se po të kishte edhe 10 dyert, ndoshta nuk do të mjaftonin që njerëzit të garonin për dalë nga xhamia pas namazit. Ti do të jesh mirë kur të gjithë së bashku të lulëzojmë në mësimet e fesë tonë. Ti do të jesh mirë kur dashuria për hir të Allahut të jetë ajo që do të triumfojë. Ti do të jesh mirë kur të jesh më i miri për familjen tënde. Ti jesh më i miri ndër njerëzit me shoqërinë mbar. Ti do të jesh mirë kur të jetojsh në një shoqëri që të ndjesh deri dhe aromën e përgojimit të tjerëve, siç u tha profeti alayhi salatu wassalam shokëve të tij një ditë prej ditësh, thotë, fryn një fllat i cili barta një aromë të keqe dhe i dërguari i Zotit pyet shoqëruesit, shokët e tij dhe thotë, a dini se çfarë është kjo? I thanë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri, tha kjo është aroma atyre të cilët përgojojnë të tjerët. Ti do të jesh mirë kur feja Allahu subhanahu wa taala të rrjedh në çdo vend të qelizave tua, por dhe të shoqërisë ku ne jetojmë. Lutem ty madhmueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj Zot jetën të lehtë dhe na mundso të vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj Zot vdekjen të lehtë dhe na mundso të vdesim me dinjitet e shahadet. Lutem ty madhmueshmi Allah për çdo të mura Allah shëroje. Për çdo të stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e brengat e kësaj jete, Zot i jepi zgjedhje. Për çdo të munduar nga borxhet ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Lutem ty madhmueshmi Allah të na furnizosh prej hallallit dhe ta bësh atë të dashur për zemrat tona. Të na largosh prej haramit dhe ta bësh atë të urryer për zemrat tona. Të lutemi ty madhmueshmi Allah të na i vllazërosh zemrat tona ashtu siç i bashkojmë trupat tan për treguar për kushtimin ton ndaj teje në faljen e namazit. Të lutemi ty i madhmueshmi Allah për rinin tonë, Allah ruaj, Allah mbroj vendin ton, bëje Zot vend të begat, vend i cili ecën rrugës së kënaqësisë tënde. Të lutemi ty i madhmueshmi Allah të na bësh të ndershëm, të na rrethosh nga të ndershmit. Të lutemi ty i madhmueshmi Allah të na mundsosh të prihemi nga njerëz të cilët të kanë frikë ty, të njohsojnë ty, na mëshirojnë dhe neve. Të lutemi ty i madhmueshmi Allah të na largosh nga paullësit, nga ligësit, na i largosh të ligët, na i largosh njerëzit të cilët nuk të kanë nder ty. Të lutemi ty i madhmueshmi Allah, sikur se na mundsove të mblidhemi në këtë vend begat, në madhruar madhrinë tënde, na mundsoi madhmueshmi Allah që të gjithë bashku me familjet tona, të gjithë ata të cilët i duan dhe na duan për hatrin tënd, të mblidhemi tek madhnia jote në shoqërinë e profetit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي